Mirëmbrëma. Unë jam Pranvera, një emër që ma vendosi mami dhe gjyshi me shpresën se do kisha lumturinë në jetë. Po për vite me radhë, kam menduar se ata kishin gabuar në emrin tim, sepse vetëm Pranverë nuk po shija. Jam rritur në familje prej 10 antarësh, 4 motrat, vllai, 2 gjyshi dhe 2 prindrit. Jam rritur në familje ku zëri nënës nuk dëgjoj, sepse e mbysnin mbritmat e babait. Në një familje ku dhuna mbi zotëronte çdo ditë. Edhe ndërsa dëgjonim nënën teksa kurre nga dhimbjet, ne mësonim të heshnim dhe të mbaheshim fort mas njëri tjetrit. E dija që një ditë do t'i bënte më të keqen nënës time, babai. Një ditë, kur po kthehesha nga puna, u vonova më shumë se sa zakonisht. E ndija se duhet të nxitoja. Nuk e kuptoja pse, por parandinja më thoshte se diçka e mirë nuk po shkonte. Kur hapa derën, heshtja mbi zotëronte më shumë se sa zakonisht. Ç'të shikoja? Muret e gjakosur, shtëpia e shkatëruar, dhe më pas më shkuan sytë ajo, te mami. E shtrirë për tokë, e kthyer me shpinë, ndoshta për herë të parë në jetën e saj në paqe. Ne betëm vetëm, krejt vetëm, 6 fëmijë, pa nën, pa baba, me babaj në burg. Pa asnjë mbështetje. Për në errësirën tonë më të madhe, erdhi dikush, një i panjohur, dhe bëri atë që një baba nuk e kishte bërë kurrë. Kur kemi takuar Arbri për herë të parë, me thënë të drejtën, nuk e mendonim se do të ndryshonte realisht jetën tonë. Por fundjava ndryshe, nuk erdhi me gjykim, as me pyetje, por na zgjati duart dhe na dha ngrohtësi. Na dha një shtëpi. Ai na riktheu shtëpinë. Ata jo vetëm na rregulluan, por na pastruan nga rënojat dhe nga kujtimet të trishta, që vështirë të t'i kaloheshin. Ata jo thjesht e rregulluan, ata e transformuan. Disia që kujdeset për ty, pa të njohur fare, ishte hapi unë i parë drejt shërimit. Fundjavë ndryshe, e ktheu shtëpinë tonë, nga një vend traume në një vend shërimi. Sot jam e fortë, kujdesemi për njëri tjetrin me shumë krenari. Sot e di që dhuna nuk është fundi askujt, jo kur dikush, një i panjohur, të zjat dorën dhe të thotë, ti meriton më shumë. Sot e kuptova pse ata panë Pranverë tek unë. Dua ta mbyll me një falënderim. Jo vetëm në emrin tim, por në emrin të një familje të tërë që u ringrit nga e para. Faleminderit fundjavë ndryshe. Faleminderit Arbër Ajdari. Faleminderit të gjithë shqiptarëve që kontribuan për ne. Ju nuk na dhat vetëm një shtëpi të re. Ju na dhat një jetë të re. Atë që një baba nuk e bëri kurrë. Faleminderit. Faleminderit Pranvera.